Nga sot deri më 28 gusht në Prishtinë zhvillon punimet seminari 28 ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare, në të cilën pritet një pjesëmarrje rreth 90 albanologëve nga vende të ndryshme të botës. Drejtuesit e seminarit thanë se gjatë këtyre ditëve do të avancohen kurset e mësimit të gjuhës shqipe për studiuesit e huaj, ndërsa temat bosh të seminarit do të jenë shqipja standarde. Pjesëmarrjen e tyre kanë paralajmëruar tashmë shumë arbëresh nga Italia, si dhe studiues nga Gjermania, Rusia, Kina, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe vende të tjera të botës. Në ceremoninë e hapjes së punimeve të këtij seminari u tha se kjo është një ngjarje e rëndësishme shkencore e kulturore për Kosovën dhe shqiptarët në Ballkan. Ajo është bërë pjesë e pandashme e jetës shkencore e politike të Kosovës. Ministri i Arsimit në Qeverinë e Kosovës, Enver Hoxhaj, tha se seminari ka pasur dhe vazhdon të ketë një rol shumë dimensional. Së pari, nuk ka prezantuar çdo herë vetëm gjendjen e studimeve arkeologjike, por ka qenë edhe prezantimi i vërtetës për Kosovën, për të kaluarën e saj, për gjuhën e saj dhe për kulturën e saj. Së dyti, kjo vërtet nuk ka qenë vërtet e prezantuar si vërtet absolute, por si vërtet shkencore. Çështjet të cilat janë prezantuar gjatë seminarit të kaluar, që prezantohen edhe sot, që prezantohen edhe të ardhmen, janë studiuar dhe paraqitur në formë jo romantike, skeptike dhe volumtuese. Së treti, seminari është marrë me studimin e kulturës shqiptare. Edhe në kohën e të okupimit, edhe në kohën kur ne sot e kemi shtetin e Kosovës, kultura ka qenë dhe kultura mbetet gjeopolitik. Seminari ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare është themeluar në vitin 1974 dhe është mbajtur rregullisht deri në vitin 1991 kur është ndërprer nga autoritetet serbe. Në vitet 1995 e 96 sesionet e këtij seminari u mbajtën në Tiranë, ndërsa nga viti 2000 seminari është rikthyer në Prishtinë. Studiuesit e quajnë atë si një ndër projektet më frytëdhënëse për zhvillimin e gjuhës, letërsisë dhe kulturës shqiptare. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shihu, Prishtinë.